brenda. Dal tani, ai Ledoni do ta fuste te dhoma rrëfimit, bërtiste më tulëriste. Dhe erdhi na. Baj, është rrugua pa më fare. Tani që pa mendoj. Se unë fal fillime për gëzova për shqetësinë. Po jo, pra se s'është shqetësi kjo. Më tregon mua. Imagjino të kisha thonë të putin. Rafe. Tu, hajde këtu do tra. Hajde afro. Një sekond. Një sekond. Imagjino të kisha thonë dhe putin. Qetësia është arma saj më e fortë. Bravo i qoftë nga njëra anë, po nga ana tjetër duhet ta kishte bërë dramatike. Se ajo vjen sot dhe na bën kompetente ne aty, na tregon për moralin, kupton ti? Dëgjoj. Për familjen. Dëgjoj, nëse është e fortë, edhe nëse është e qetë, po pse qan pastaj? E di pse qan, sepse ajo kupton që këtë gjën që ka bërë është me vujtje, është me siklet, se qan gjithkohës. Do të thotë që po vuan për këtë gjën. E vuan dhe për njerëzit që ka jashtë. E kupton, sepse njerëzit që ka jashtë, ajo familjen e gjykojnë për këtë gjë. O Miri, të kam zemër, të lutem mos të hy këtyre temave. Hyra tani më valla këto. Jo, këtyre temave të familje, tani me gjithë respektin.